Aksidentet e shumta muajt e fundit edhe në Vlorë, si dhe veçanërisht në Durrës, kanë rikthyer edhe një herë vëmendjen e sigurisë rrugore. Qytetarët e Vlorës shprehen se në qytetin bregdetar siguria rrugore nuk është në standardet e kërkuara. Sipas tyre, fajtor janë veçanërisht drejtuesit e automjeteve, të cilët në akset rrugore më të populluara të qytetit lëvizin me shpejtësi skëter. Lënjatët pohojnë edhe rastet kur janë djerë të rrezikuar për jetën në momentet që kanë kaluar nga njëra anë e rrugës në tjetrën, pasi mjetet me shpejtësi sipas tyre përpaksa nuk i kanë aksidentuar. Sipas vetë qytetarëve, zgjidhja vjen me kontrolle më të forta, por gjithashtu edhe me ashpërsim të ligjit për të shmangur tragjedisë si ajo e Durrësit. Një apel kanë edhe për shtetin të monitorojë sistemin e dhënies së patentave. Relative. Pse relative? Sepse ka ndodhur shumë aksidente. Po kjo gjë e aksidenteve, a ju trëmba, a ju jem frikë? O, frikë të Zoti, si sot a i nesër unë, kambanat duhet të këshin më përpara. Shteti. Shteti. I di vetë organizimi dhe organizmat i ka i ndorë. Ne, urojmë kokën. Siguria rrugore është e mirë deri njerë për njerë. Shumë e mirë është, vetëm këto parkinget dyshës janë të mira. Parkinget Vlorë Skel. Duke e lidhur pak edhe me aksidentin që Po. Ajo ishte të mërshme. Ajo ishte të mërshme. Se imagjinoj dot të më ndodhi mua një o Zoti mas. Po, ka rrezik në rrugët tona në? Ka shumë rrezik. Ja pse. Se këto vajzat shofere janë të papërgjegjshme. Ju ka ndodhur ndonjë rast konkret? Po, domethënë disa herë nuk e di si kemi shpëtuar. Edhe kemi qenë burrë e grua që do vdisnim në një kohë të dy. E të mërshme është. Këto janë të papërgjegjshme. U a bëj vrejtje, domethënë. Çfarë duhet bërë? Çfarë duhet bërë? Policia duhet të jetë më aktive, më e rrept. Ska ajo të vinë mu të këmët edhe ikën, fiu, nuk do të di se është një njeri në këmë aty. Po marrja e patentës, bëhet si më përpara, merret e merituar? Unë kam 32 vjetë që ngas makinë, që gujdoj. Kam gujduar 20 vjetë në Amerikë, në autostradë. Edhe prapë këtu është frikë. është frikore. Duhet ta shpërsua ligji? Duhet. Ta shpërsohet në maksimum. Po për shoferët meshkuj, çfarë mendimi ke? Janë sakta apo dhe ata ka bërë? Të rit janë fluturojnë, kështu. Të rit fluturojnë. Ashtu. Pse ashtu? Po, nuk ka. S'të pjesën fare. Çfarë të trëmë më të? Pa siguria. Cila? Po, ajo, shpejtësia. Çfarë duhet bërë, si mendon? Qa duhet të bësh? Duhet të rregullojnë sjelljen e ata. Qa do bëjmë neve? I ndihmon patjetër. Jo, ato femra meshkuj me celular në dorë. Në kryqëzime nuk ka, shumë fare. Nga makinat, nga skuterit, nga motorat, ikin si të çmendur. Jeni rrezik për jetën kur kaloni nga një anë e rrugës në tjetrën? Po, disa herë desh më kanë shtypur. Në çfarë zonash? Dhe këtu, dhe te Kalitrojës, dhe më lartë, nga se u bëhet si çdo ditë. Po çfarë duhet bërë? Duhet marrë masat qeveria, që duhet bëjnë. Masa për shumë? Ti fusin brënda, të heqen patentat. Shpërsohet ligji. Po. Gjuna na Zoti 3 fëmijë. Gjuna, të tiki fëmija të do ta lësh për jashtë atë loze të tiki të mas jetën është. Jo vetëm rasti në Durrës, por edhe disa aksidente rrugore të ndodhura që prej nisjes së këtij viti në qytetin bregdetar të Vlorës. Aksidente këto të cilat kanë lënë pas të lënduar, por edhe disa viktima. E një aksident vetëm 2 ditë më parë ndodhi edhe në aksin rrugor Vlorë-Fier, ku fatkeqësisht humbi jetën një 32 vjeçar.